Përshëndetje të dashur fëmijë. Sot do t'ju tregoj për rallën Kënga e Ujvarës, por përpara se të fillojmë, lani dhëmbët, fishni pijamet dhe shpejt në shtrat. Ndër pyjet e mbushura me pemë të larta, ku fshfërin gjethet dhe cicërin zosht, rrjedh një lum i qetë që derdhen mbi një ujvar që këndon. Nuk ka kalimtar që të mos dashurohet me këngën e saj. Nuk ka vërkëtar që të mos se sfidoj. Por thonë se askush që e ka sfiduar në njëherë, nuk ja ka dalë. Kënga e Ujvarës është e bukur, e trisht, e qetë dhe shpesh të vënë në gjumë. Në çdo melodi të saj, Ujvara tregon një histori. Mjafton të heshtësh, të largosh të gjitha zhurmat e mendjes dhe të dëgjosh. Një vajzë e vogël dhe një djalë, ende nëpër një pyll të mrekullueshëm, të mbushur me gjelbërim dhe magji, pa e kuptuar se kanë humbur rrugën. Por ky nuk është një pyll i zakonshëm. Ky është pylli i lumturisë, ku nuk ka frikë, as drama. Në këtë vend, lodrat nuk janë të nevojshme, sepse gjithçka është lojë dhe harmoni. Një lepur i bardhë del nga një shkure, përkëdhel me hund këmbët e fëmijëve dhe i udhëzon me butësi përpara. Ata marrin frymë thellë dhe ndihen të sigurt. Një papagall me ngjyra të ndezura spret mbi supet e tyre dhe i lumturon me lojrat e tij. Teksa ecin, para tyre shfaqet një luginë e blertë, e mbushur me lule dhe flutura. Fëmijët vrapojnë mes tyre, por nuk i prekin, për të mos i lënduar krahët e tyre delikat. Një pelikan i madh, buz një liqeni, loz me peshqit dhe i përshëndet fëmijët me rrahjet e krahëve. Papritur, përpara tyre, shfaqen dy pemë të kryqëzuara që formojnë një portal të shndritshëm. Pa hezitim, fëmijët hynë brenda, të shoqëruar nga lepuri dhe papagalli. Një dritë e bardhë e mbush hapësirën dhe i mbështjell me ngrohtësi. Përpara tyre, një yll i madh ulet dhe shndërrohet në një zan të bukur. Ajo i përshëndet me një buzëqeshje dhe u thot: "Tregomni çfarë ju mundon." Vajza nis e para. Ajo ndihet e vetmuar, sepse shoqet e saj nuk duan të luajnë me të. E quajnë të çuditshme. Zana i përkëdhel flokët dhe me shkopin e saj magjik krijon një skenë nga fëmijëria e saj. Edhe unë dikur u rreva sepse isha ndryshe, por ndryshimi
sjell magjinë e vërtet në botë. Kush tha se është e rëndësishme të na pëlqejnë të gjithë? Mjafton të jemi vetvetja, të mos prekim lirinë e të tjerëve dhe të mos kemi frikë të jemi unik. Pastaj e pyet vajzën, cila është ëndra jote? Të udhëtoj në përbot dhe të tregoj të gjithëve historitë e bukura të qyteteve që vizitoj, përgjigjet ajo. Zana buzëqesh. Lexo çdo ditë, edhe nëse nuk di ende të lexosh. Dëgjo histori, qoftë edhe 15 minuta. Një ditë do të realizosh ëndrrën tënde. Pastaj, Zana kthehet nga djali. Babai i tij nuk luan kurrë me të. Ai do të bëhet i suksesshëm, që një ditë ti tregoj të Atit se ai vlen. Mos u nis nga egoja, por nga dashuria, i thot Zana. Babai yt punon shumë, jo sepse nuk të do, por sepse dëshiron të sigurojë gjithçka për ty. Prandaj, je i mirënjohës dhe bëhu i suksesshëm, që ai të mos lodhet kaq shumë. Djali uli kokën. Ai e kuptoi. Unë do të bëhem një mjek i madh, që babai im të mos ketë nevojë të punoj kaq shumë, tha ai. Atëherë, që sot, kushto disa minuta për të mësuar diçka të re, i sugjeron Zana. Pastaj, ajo i kthen fëmijët në shtrat me pak magji. Kur djali zgjohet, nëna dhe babai e vëzhgojnë nga dera. A ka fjetur, apo është ende i zemëruar? Pyet babai me zë të ulët. Djali ngrihet në vrap, hap derën dhe e përshafon babain fort. Kur të rritem, do të bëhem një mjek i madh dhe nuk do të lë të punosh kaq shumë. Babai i lumtur e mori në krah dhe i lexoi një përrall derisa djalin e zori gjumi. Të nesërmen, vajza hapi librin e historisë dhe e filloi ditën me një buzëqeshje.